10 urdhër arresti janë lëshuar në kuadër të një aksioni për tjetërsimin e pronave në Lezhë. Mes të ndaluarve mësohet se ka zyrtar publik dhe polic. Masat janë ekzekutuar me urdhër të prokurorisë dhe vendim të gjykatës, ndërsa hetimet për këtë çështje kanë nisur prej kohësh. Sipas informacioneve, bëhet fjalë për prona dhe ndërtime pa leje në zonën e Patokut dhe Shëngjinit. Mes të përfshirëve të ndaluar janë zyrtar të hipotekës së Lezhës dhe efektiv policie. Bëhet fjalë për një hetim të nisur kohë më parë, drejtuar nga prokuroria Iva Harka. Masat e marra ndaj personave të dyshuar: Pjetër Tuçi, arrest me burg; Gentian Malotaj, arrest në shtëpi; Artur Shabaku, arrest në shtëpi; Artmir Maxhuni, arrest në shtëpi; Luiza Bala, arrest shtëpie; Hekuran Xhina, arrest shtëpie; Flor Gjini, ndalim i daljes jashtë shtetit; Kol Malaj, ndalim i daljes jashtë shtetit; Martin Doka, pezullim nga detyra publike dhe ndalim i daljes jashtë shtetit. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të skemës së dyshuar të tjetërsimit të pronave.